Me afrimin e festave të fundvitit në Vlorë rikthehet i njëjti problem që përsëritet prej vitesh, mungesa e një tregu të mirëfillt për tregtimin e gjës së gjallë. Ndërsa në shumë zona të vendit fermerët po përgatiten për periudhën më të ngarkuar të vitit, në Vlorë numri i tyre që sill produkte për shitje është i vogël aktualisht. Qyteti i Vlorës ka një hapësirë për tregtim, por ajo nuk përmbush standardet e nevojshme për kushtet higjieno-sanitare dhe mirëqenien e kafshëve dhe është në hyrje të qytetit. Fermerët shprehen se mungesa e një tregu të organizuar i detyron ata të shesin produkte në mënyrë të improvizuar ose të udhëtojnë drejt qyteteve të tjera. Edhe pse qeveria ka ofruar disa programe mbështetëse për fermerët dhe ka hapur thirrje për projektet që synojnë përmirësimin e infrastrukturës bujqësore, nga Bashkia e Vlorës nuk ka patur aplikime konkrete për këtë qëllim. Si pasojë, iniciativat për modernizimin e tregtimit të gjës së gjallë kanë mbetur në letër. Këtë fakt e konfirmon edhe drejtuesi i Agjencisë së Veterinarisë në Vlorë, Adila Kujdeli. Vlora ka një treg, por jo me standarde. Bashkia duhet të ndërhyjë patjetër bëjnë treg të standardeve evropiane për tregtimin dhe mirëqenien e kafshëve që do tregtohen në këtë tregje. Ka pasur projekte? Në djenin time ka pasur iniciativa nga qeveria që të ofrojë mbështetje financiare për këto tregje, por në Bashkinë e Vlorës nuk kemi pas asnjë rast në aplikimi për të përfituar nga këto fonde. Fermerët shpresojnë që vitet e ardhshme autoritetet lokale të marrin masa konkrete për të krijuar një tregti funksionale, i cili jo vetëm do të përmirësonte kushtet e punës për ta, por edhe do të siguronte produkte më të kontrolluara për konsumatorët.